Ne ishim në takimin e ftuar nga kryeministri Albin Kurti dhe njëkohësisht kryetari i lëvizjes vetëvendosje. Fryma që mbisundoi gjatë diskutimeve të shumta, kishte disa nga përfaqësuesit që titulluan si farsë një takim të tillë, mirë po një epitet të tillë këtij takimi e dhanë ende pa u fut në diskutime dhe propozime nga disa pjesëmarrësit. Në funksion të kësaj ka pas disa propozime për rrugëzgjidhje, dy prej të cilat po besoj që pas nesh konferencë para jush do të kryeministri dhe kryetari i lëvizjes vetëvendosje, i cili ka ofruar dy opsione si rrugëzgjidhje për daljen nga kjo situatë, posaçërisht nga pas vendimit të akt vendimit të gjykatës kushtetuese rreth situatës së krijuar në Kuvendin e Kosovës, e cila sipas bindjes time nuk është edhe ka ofruar ndonjë rrugëzgjidhje se si të ecim tutje. Pavarësisht kësaj, mendoj që nuk duhet me qenë pjesa e fontanës së dëshirës se si interpretohet një akt gjykimi i gjykatës kushtetuese, për shkak se janë disa tema aty për të cilat anëtarët e gjykatës kushtetuese po supozoj që do duhet me pas parasysh posaçërisht afatin 30 ditë, për shkak se ne jemi të vetëdijshëm që kanë kaluar 30 ditë nga tentativa e parë me datën 15 prill kur ne kemi filluar përpjekjen e parë për të themeluar institucionet, këtë rast të përzgjedhur kryetarin e Kuvendit. Si bashkëkryetari i partisë Guxo, edhe unë kam pas një propozim se si mund të dalim nga kjo situatë, dhe situata që duhet ofruar sipas përpamjes së partisë Guxo është që thjesht të ketë marrëveshje politike për zgjedhjen e kryetarit ose kryetares së Kuvendit dhe nënkryetarëve. Kjo nënkupton që të kemi pakot marrëveshjes, po jo pakot të votimit të kryetarëve dhe nënkryetarëve të Kuvendit të Kosovës. Njëra prej arsyeve kryesore pse ne vlerësojmë kështu është se rezultati i zgjedhjeve të datës 9 shkurt nuk mund të tjetërsohet në asnjë variant. Ne kemi një kryeministër në detyrë dhe kryetarin e lëvizjes vetëvendosje, i cili në historinë e Kosovës ka legitimitetin më të madh qytetar në historinë e institucioneve dhe zgjedhjeve në vendtare. Në funksion të kësaj, unë besoj që të gjithë partitë politike duhet të thirren arsyes, dhe pavarësisht që kishte një tentativë të sotme, nuk besoj që duhet me shtirë gjitha mundësitë për të vazhduar edhe me tentativa tjera të radhës, në mënyrë që të paktën në ditët ose javët në vijim të kemi një kuvend të konstituar. Njëra prej arsyeve pse e kam propozuar idenë që të kemi marrëveshje politike që të vazhdojmë tutje me rrjedhjen e afateve ligjore dhe kushtetuese që Kosova të ketë kuvende dhe qeveri, është se një situatë të tillë të cilën po e dëshirojmë ne si Guxo, po besoj edhe si koalicion, do të hapte rrugë kryeministrit në detyrë Albin Kurti që të themelojë qeverinë për 15 ditë. Nëse kjo nuk është e mundur, atëherë dihet se cilat janë precedentet dhe interpretimet ligjore dhe kushtetuese që nënkupton se edhe opozita e gjerë tanishme do ta ketë mundësinë në rast se ata sigurojnë numrat. Kjo ishte në përgjithësi rrjedha e takimit, po besoj që ka pas propozime, ka pas edhe diskutime konstruktive nga disa aktorë tjerë politik, po që besoj që mundet me qenë në ditët ose në javët në vazhdim. Nga natyra jam optimist dhe po du me besu që do të gjendet një rrugëzgjidhje. Kryetare. Faleminderit shumë, përshëndetje për gjithë ju, faleminderit për pritjen mbi 2 orëshe të këtij takimi. Pak ma në detaje e tha në përgjithësi kolegu im Fatoni për diskutimin për brenda. Një gjë mund ta themi, e besoj nuk e dia kanë deklaruar ata që kanë dhënë deklarat para mediave, që kemi shumë interpretime të një akt gjykimi të gjykatës kushtetuese. Do të thotë një është evidente, partitë, gjithsesi krerët e partive kanë në veçanti ata që u deklaruan përpara kanë marrë si të mirëqenë që gjykata ka konstatuar shkelje. Një vlerësim me të cilin ne natyrisht që nuk kemi pajtu, për arsye se në asnjërin nga paragrafet e akt gjykimit gjykatës kushtetuese nuk është në veçanti e specifikuar ose e thënë se seanca apo mbarvajtja e seancës së deri tashme, mbarvajtja e seancës konstituive ka shënu diku shkelje. E para e punës. E dyta punës është që pozicioni i tyre është që për shkak se ka shkelje tashmë të konfirmuar nga ana atyre, ne asesi nuk bën të vazhdojmë aty ku kemi mbetur. Do të thotë kërkojnë me çdo kusht që të mos vazhdojnë të hudhet në votim Komisioni për votimin e fshehtë. Ishte edhe propozimi i cili është bërë publik edhe nga vetë zonja Haxhiu, por edhe nga
kryeministri dhe kryetari i lëvizjes vetëvendosje që të hyhet ose të procedohet me komisionin, të hudhet poshtë komisioni, nëse ata mendojnë me vota kundër, apo edhe të shkohet me votimin e fshehtë dhe e dim deklaratën e zonjës Haxhiu në raport me marrjen ose mosmarrjen e mbështetjes për të bërë kryetare e kuvendit. Megjithatë, pozicioni tyre ishte që vetëm të kthehemi aty ku ishim para pikës së propozimit të komisionit për votim të fshehtë dhe nuk pranuan as diskutimin apo hudhjen në votim të miratimit ose marrjes së shumicës nëse pranohet apo jo votimi i fshehtë, se votimi i fshehtë nuk ndalohet as me kushtetut, as me rregullore punës kuvendit, në të kundërtën parashkrincit e tjera. Në përmbledhje, gjykata kushtetuese nëse ka dashur të jep rrugë për një proces që është në vazhdim, nuk ka dhënë rrugë, në fund ka ka ofruar një mundësi për interpretime ende më të larmishme, deri aty sa kemi pasur deklarime të përfaqësuesve të opozitës së deri tashme se nëse vazhdohet me seancën ashtu sikur ishte ndërprer para 3 dite, do të mund të ketë pasoja për të cilat nuk e dim se cilat janë, ata i deklaruan ato se i thanë edhe kreu i PDK-s edhe kreu i LDK-s se kujdes se mund të keni pasoja të rënda. Cilat janë ato, besoj që janë pyetje për t'ju parashtruar atyre tutje, specifikat nuk i thanë. Megjithatë, më duhet ta ritheksoj se kemi bërë propozime konkretisht si në pozicionin tim si përfaqësuese e një subjekti që është antar e koalicionit, kam dhënë propozimin që të paktën nesër të hudhet në votim, të kthehemi një hap, pasi ata po duan të kontestojnë me çdo kusht votimin e fshehtë, të kthehemi një hap prapa dhe të pyesim seancën, a e ndrojmë formën e votimit. As këtë nuk e kam pranuar. Thanë është totalisht e papranueshme, nuk bën ta pyesim seancën a bën me votim të fshehtë ose votim të hapur. Kanë mundësinë që me vot të procedohet tutje, pse ky qëndrim ose pse kjo qasje e tyre, besoj që nuk ka shpjegim logjik e nuk ka asnjë përfitim, as politik e as shtetëror, as për ta, të paktën as politik për ta, se kjo formë edhe kjo situatë nuk i sjell askujt një ndjesi të mirë, në të kundërtën paknacit vetëm janë në rritje. Por dra, patën një pyetje. Nëse mund të nxjerrim një të përbashkët me cilin jemi dakord të gjithë nga gjykimi i gjykatës kushtetuese, është që gjykata kushtetuese thret në kompromis, në diskutim, në marrëveshje politike, në frymën e këtij kompromisi, në frymën e kësaj qasje, nëse bashkë janë kaq shumë kundër, atë vendosim pra, atë vendosim si seancë, nëse pas ka qenë vendim i kryesuesit seancës siç po deklarojnë, hajde po vendosim ta kthejmë atë votim tek deputetët, po nuk e pranuan as këtë. Domethënë thanë, jo është shkelje, në cilin nen, pastaj kishte loj fjalesh në kuptimin e një nen ishte me shumë rëndësi për njerin përfaqësues, ndërsa një nen tjetër për tjetrin përfaqësues, po duhet të shihet në frymën e përgjithshme, se e thash edhe një herë. E kanë thënë edhe të tjerët që janë juristë me profesion ose që analizojnë aktgjykimet e gjykatës kushtetuese që nuk ka dhënë në rrugë të qartë gjykata, ka thënë uluni dhe dakordoni, gjë që e kemi ditë. Edhe gjë që u munduam ta bëjmë për më shumë se 2 orë sot. E pashtë një dorë të ngritur atje, po i njëjti aktgjykim thotë se partitë duhet të gjejnë zgjidhje për të dalë nga kjo situatë, që votimi për kryetar kuvendit nuk është specifikuar as me rregulloret punës kuvendit, as me gjykatë, rrjedhimisht nuk është as i ndaluar që të jetë i hapur, i mbyllur ose nominal, prandaj të gjitha këto janë çështje të hapura. Këtë do të mvaret nga vullneti ynë i përbashkët se si do procedojmë tutje. Domethënë nuk ka vija të kuqe për të cilave nuk bën të kalohet sipas disa interpretimeve që po mundohen të bëhen mbi këtë aktgjykim. Fare nuk është problem. Vetëm se duhet vetëm të vendosim apo kalojmë në votim të hapur apo të harxojmë votimin e fshehtë. Po këta nuk duhen të marrin pjesë në votim fare. Nëse lejohet në linjë me këtë pyetjen që shtroi kolegja. Çështja është që ne po kërkojmë konsenzus që të dakordohemi për mënyrën e votimit. Dhe kjo nuk e eviton mundësinë e shprehjes së qëndrimeve politike që partitë politike që kanë, ndërsa në linjë me pyetjen paraprake ku konstatu që vendimi i gjykatës kushtetuese ka konstatuar se rani i ditës nuk ndryshohet, mënyra e votimit nuk e ndryshon ranin e ditës në Sa i përket pjesës së parë, mendoj se prap do të jetë kryesuesi ai që përcakton vazhdimsinë, për shkak se e pat dje kërkoi një arritje në marrëveshje pas shpalljes ose publikimit të aktgjykimit, ndërsa nuk kemi ardhur deri tek pozicioni tjetër, gjithsesi tek emri tjetër, për shkak se
ende nuk është vendosur për zonjën Haxhiu në frymën e vazhdimësisë së procesit siç është nisur. Dy çështje u diskutuan dhe janë për diskutim edhe për vendim. E para ka të bëjë me procesin e votimit, e dyta ka të bëjë me marrëveshjen politike qoftë për emrin apo edhe për qeverinë. Për procesin është blokada. Do thotë ka tendencë të vazhdueshme të interpretohet procesi. Do thënë, ju s'keni të drejtë të vazhdoni kështu për shkak se ju është ndaluar. Në të kundërtën, nëse vazhdoni kështu do të keni pasoja. Kjo në përmbledhje ishte fryma në të cilën ata u drejtuan në raport me vazhdimsinë e procesit të votimit. Përderisa ne për çështjen e dytë, hapin e dytë, patëm edhe propozime, edhe për proces, edhe për çështje të kandidimit, siç u përmend disa herë këtu, që zonja Haxhiu vetë është deklaruar që nëse s'kalon me votimin e mbyllur në momentin kur procedohet në seancë, ajo tërhiqet vullnetarisht nga ky nominim. Prandaj nuk e di se ne pa i bë këto dyja bashkë, pa e pas dakordimin e përbashkët, edhe për procesin, edhe për çështjen politike, nuk mund të ecim tutje. Dhe sot, përderisa kishte në terma të përgjithshëm dakordancë ose themi pajtueshmëri se po pa pasur një marrëveshje nuk mund të vazhdojë tutje qoftë në aspektin e konstituimit të institucioneve, qoftë të qeverisjes, për proces ju nuk mundeni me vazhdu ashtu më. Do të thonë, kjo pak a shumë në përmbledhje ka qenë qëndrimi. Pyetja e fundit e pastaj do ta keni kryeministrin para jush. Është e logjikshme që do duhet të kishim takime, siç e përmenda, të kemi edhe dakordancë për mënyrën se si procedojmë tutje. Po është e vërtetë zoti Lima edhe në takim brenda ka thënë, edhe ka kërkuar në vazhdimsi që të ketë takime pasuese deri një arritje të një zgjidhje të përbashkët. Përpjekjet politike asnjëherë nuk besoj që duhet me u ndalë, edhe në frymën e kësaj do jam optimist që besoj që do të ketë edhe takime tjera dhe përpjekje serioze për të arritur një marrëveshje politike ose një rrugë zgjidhje për daljes së kësaj situate. Faleminderit shumë. Ju falenderit shumë.